WTF? Hej mish, mirë se erdhët në episodin e radhës të WTF Daily Show dhe pa humbur kohë le të kalojmë në thashëthemet e javës në showbizin shqiptar. Në fakt, ditët e fundit ka qarkulluar një lajm ku thuhet se Dafina ka prishur marrëdhëniet me menaxherin e saj, i cili njëkohësisht është dhe djali i Dajës. Thuhet për nga burimet se ata të dy nuk do të jenë më bashkëpunëtor dhe se menaxhimin e Dafina Zeqiri do ta bëjë pikërisht bashkëshorti i saj. Mund të themi që bashkëshortët shqiptar e kanë si traditë që lekët e shtëpisë i kollondrisin ata, po se si qëndron e vërteta, ne këtë nuk e dim. Gjithashtu qarkulluan lajme se Dafina me bashkëshortin e saj po përjetoni një krizë në martesën e tyre. Por Dafina sigurisht që nuk mund të rinte pa reaguar dhe bëri një deklarat për MTV Kosovën ku u shpreh se kohët e fundit disa media online kanë publikuar lajme spekulative për jetën personale të këngëtares së njohur. Midis tyre është përfolur për një krizë në martesë për probleme të brendshme, madje janë përmendur edhe informacione të konfirmuara nga burime të afërta. Le ta themi qartë, asgjë nga këto nuk është e vërtet. Dafina Zeqiri është në pritje të ëmbël dhe së shpejti do të bëhet nën, kështu që ne nuk na mbetet të themi asgjë përveç se urime. Ndërkohë nga ana tjetër kemi një lajm i cili në fakt bëri shumë bujë në mediat online, ku thuaj se Vis Pupa së bashku me bashkëshorten e tij akuzohen nga gjykata australiane për mbjelljen e 43 bimëve kanabis dhe gjithashtu ndërhyrje në rrjetin elektrik. Sigurisht erdhi dhe reagimi i Belindës dhe Visit, ku thanë që ata çështja është duke u shqyrtuar, ata nuk akuzohen për asnjë gjë pasi shtëpia ka qenë me qera. Dhe në fakt këtu erdhi dhe një reagim i Bardhit, ku tha se fri Visi. Pra ishte një kundërpërgjigje për kohën kur Visi vetë thoshte fri Bardhi. Përveç kësaj, ai pati dhe një konfrontim me ndjekësit në Instagram, ku tha se, o njerëz të degeneruar, unë kam shkruar dhe jo Sara. Unë kam shkruar vetë dhe kur gjë të keqe nuk thash, thjesht i urova liri siç më kishte uru ai mua dikur. O njerëz të degeneruar, sa prej këtyre komenteve që shahet gruaja, leje një herë, dy herë, po nesër i qahet ajo që thuhet dhe shkoj në burg se e merr dikën në qafë. Në fakt, nuk pritej ky reagim kaq pompoz i Bardit, sepse nuk kemi mësuar që të shohim të natyrën e tij kaq eksplicite me fjalët që ai përdor, por në mbrojtje i doli dhe Sara ku tha se ecër e boll se na keni hapur barkun. Doni shembuj nga artistët ju tani, e vetë lëshoni gojën sa t'ju mbaj si te gruaja si te fëmijët. Dhe mund të themi që këtu kanë të drejtë sepse komentuesit ndonjëherë e teprojnë paksa me komentet e tyre. Gjithashtu një lajm tjetër që u diskutua goxha nëpër portale ishte fakti që Xheneta debatoi me Sarën në rubrikën Trotuar tek e diell. Dhe ato patën një ton shumë të drejtë për drejtë dhe pa filtra, duke thënë Xheneta Sarës se Sara, pse u shkruan çunave kur e di që janë në një lidhje me një gocë ose në një njohje, po flas për një rast që më ka ndodhur mua dhe asaj. Dhe Sara Gjoka i përgjigjet, çfarë rasti? Xheneta i thot, ti vitin e kaluar i ke shkruar një çuni me të cilin unë kam qenë në një njohje. Goca i lat për t'i zgjidhur këto biseda për çunat pikërisht në televizion, pra nuk mund merrni të kohën tuaj me gjithë respektin për ta folur jashtë kamerave, sepse nuk më duk shumë e hishme dhe shumë etike për të biseduar se kush ja ka marr djalin kujt, dhe mund të ishte sqaruar shumë mirë jashtë kamerave, po secili e di vetë se çfarë bën. Jemi përpara periudhës së verës, ku hitet shpërthejnë kudo. Po në fakt, jo të gjitha këngët bëhen hite. Kështu që unë sot do të rendis 5 këngët të cilat nuk kanë dhezur dhe aq shumë, po flas nga klikimet se me ato mund ta masim. Në vendin e 5 qëndron Elvana, Lumja Toka me 2 milion klikime për 9 ditë. Nuk mund të themi që kjo këngë nuk është bërë virale, por mund të themi që kjo këngë nuk është bërë aq virale sesa këngët e tjera të cilat Elvana publikon që me thënë të drejtën janë shumë të klikuara dhe shumë virale. Në vendin e 4 qëndron Capital T me këngën e tij Moto, e cila ka marrë 1.2 milion klikime për një muaj. Në fakt edhe kjo krahasuar me këngët që Kapitali bënte përpara disa vitesh, nuk mund të themi që ka ecur dhe ka dhezur shumë në YouTube. Në vendin e 3 qëndron Fifi me Lumi Bin, Tai Tai, 1.8 milion për 3 javë. Fifi një artiste shumë e madhe, Lumi B gjithashtu një reper shumë i njohur me këngë shumë të suksesshme dhe hite sa hite, por kjo këngë me sa duket nuk ka dhezur
për hite verore. Në vendin e dytë qëndron Energy Band me Nora Istrefi, 933.000 për 2 javë. S'mund të themi që ishte një ndër bashkëpunimet më të suksesshme të kësaj vere, por bashkëpunimi i cili nuk ka qenë as pak i suksesshëm, mund të themi, nuk ka dhezur fare, s'është bërë viral, as në TikTok, as në YouTube, as në Instagram. Vendi i parë i takon Ghetto Gjizit me Melindën, me këngën e tyre Vafankulo, të cilët kanë marrë 977.000 për një muaj. Mund të themi që kjo këngë u kritikua goxha në rrjetet sociale, me sa duket njerëzve nuk i ka pëlqyer kjo këngë. Kjo mund të jetë një shenjë për getoarin që duhet të fillojë dhe të kthehet pas në të shkuarën e tij ku prodhonte hite. Nëse bashkë do të shihemi në episodin e radhës për thashë theme të tjera. Pafshim! Ándale!